janë deputetët më të përkushtuar për të drejta të grave apo për gra të drejta? Po në fakt vetë koncepti të drejtat e grave është i papranueshëm për mua, unë preferoj të quaj mundësitë barabarta për gjithë, edhe ata deputet të cilët nuk angazhohen për burrat të drejtë, në fakt nuk janë duke angazhuar për këto mundësitë barabarta, sepse mundësitë e barabarta janë peng i burrave të padrejtë. Qeveria dhe parlamenti, kush është Tomi dhe kush është Gjeri? Po në fakt mes institucioneve të një vendi nuk ishte dashur me pas Tomi e Gjeri, sepse Tomi e Gjeri janë simbolika të luftës dhe të konflikteve, të përleshjeve. Mendoj që këtu në rast se marrim në shembullin Kosovë është qeveria është Tomi, kuvendi është Gjeri dhe ajo që pëson mas shumë është zoja e shtëpisë, edhe ajo shtëpia e cila bëhet lëmsh nga përleshja e tyre. Shtëpia është Kosova, zoja e shtëpisë janë qytetarët. Ku është më e sigurt vdekja? Në spitalet e Kosovës apo në shtëpi? Vdekja është e sigurt gjithkohë, por fatkeqësisht ka gjetë stres shumë kohëve të fundit edhe në spital, në spitalin e Kosovës, uroj që këtë përmirësohet. A më lehtë është me duru gruan apo ndërkombëtarët? Po krahasimi është interesant, edhe dallimi nuk është e lehtësia e durimit, sa është e pasojat e mosdurimit. Për gruas edhe pse mund me pas pasoja katastrofale, ato janë individuale, mos me duru fakturën ndërkombëtar, pasojat janë kolektive. Mungesat në orarin e punës janë gjë zakonshme në Kosovë. Në sa seanca keni munguar deri më tani? Po i kam dy mungesa, një të arsyeshme, një të pa arsyeshme. E arsyeshmja është kur kam pasur një detyrë ta kryej individuale, personale, edhe pse të rëndësishme, dhe e dyta është me kanë ndaluar disa aktivistëve të vendosjes. Nota 10 është maksimumi i mundshëm që mund të arrihet. Në vlerësim prej 5 deri në 10, çfarë note meritojnë deputetët e Kosovës? Po ka deputet që meritojnë 10, po ka shumë që meritojnë edhe 5, kështu që ndikojnë të ullit mesatarja përgjithshme. Secili deputet ka një veçanti në jetën e tij personale dhe atë parlamentare. Cili është deputeti më komik dhe pse? Po, kuvendit Kosovës nuk i mungon as kjo aset, domthonjë ka deputet edhe komik, nuk do të përmend emra sepse mund të harroj dikujt i mbetet hatri. Një pjesë e ligjeve votohen edhe pa u shqyrtuar nga shumë deputet. A ka momente kur ngritet dora vet në mënyrë automatike? Ka momente kur nuk votoj personalisht, por në mënyrë automatike jo. Nëse ju ofrohet mundësia për të bërë ministër, cilën ministri nuk do ta udhëheqnit asnjëherë? Po sigurisht Ministrinë e Arsimit, sepse presioni për intervenimin në kohë të pranimeve të studentëve në universitet do të ishte më i vogël. Cila lojë me telefon luhet më së shumti në parlamentin e Kosovës? Po loja me SMS është mjaft e popularizuar, sidomos kur ka ligje të rëndësishme. Për cilën çështje dërgohen më së shumti mesazhe? Votoje, votoje. Këtu është një absurd, sepse pikërisht për ligjet ose për rezolutat që janë prej qeverisë prezantohen si janë më të rëndësishme për vendin, që janë më të mirat, më pozitive, të bëhet presioni më i madh. Këtu nuk e kuptoj. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit. A do thotë që të gjithë kosovarët kanë mbetur pa punë për shkak se janë të barabartë? Po këtu do ta përdorja një filozofi George Orwellit, i cili thotë gjithë njerëzit janë barabartë, por ka më të barabartë se tjerët. Disa janë më të barabartë se tjerët. Ligjet janë punuar për të zbatuar. Sa po i zbatojnë dhe sa po i shkelin deputetët ligjet e Kosovës? Po ka raste edhe kur zbatohet ligji për deputetëve. A do ta krijoni një ministri të foreve? Mendoj që nuk jam duke bërë humor me popullin, jam duke bërë humor me qeverinë, edhe konsideroj që nuk ka nevojë shumë fishohen institucionet për fore sepse i mjaftojnë këto që janë. Kush i ka deputetët më manekin? Pozita apo opozita? Po për shkak të komoditetit që i krijon pushteti pozitës, mendoj që ata kanë kushte më të mira për manekenizëm. Për cilën këngëtare do ta lije parlamentin? Do t'i propozoja gruas time të bëhet këngëtare. Në cilën ambasadë është serveri i numërimit të votave? Po megjithëse ka interesim të madh për numrin të votave për rezultate, kuvendi ka bërë një marrëveshje bashkëpunimi me ambasadat dhe në shkëmbim të informatave që japim në asnjë rezultate, ambasadorët ose përfaqësues e ambasadorëve qerasin me kafe në hall të kuvendit. Një selam për deputetët? Në fakt, i kam 2 selame për deputetët. E para është në momente kritike për vendin të jenë vetvetja, të jenë me serioz, dhe e dyta është që të mos përdoret foltorja kuvendit për të fyer njëri tjetrin, por që të japin propozime konkrete dhe konstruktive.